Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët, të datës 28 prill 2026, ora 7 fiks nisim emisionin Ora juaj dhe për sot, si zakonisht nga hëna në të premte do të qëndrojmë për 2 orë. Edhe në këtë mëngjes së bashku fillimisht duke ju dhënë një panoramë të përgjithshme të asaj se çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit dhe do të themi pas pak minutash në pjesën e komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Me zhvillimet nga vendi, në Ora News.tv, arrestimi i Ervin Madhës, Lala, në momentin në arrestimin mbante letra britanike të falsifikuara, por u identifikua nga gjurmët e gishtërinë. Nga përplasja me Vis Martinajn, te trafiku i drogës dhe historia e dashurisë, kush është Ervin Mata i arrestuar në Brazil. Fotolajmi, makina përmbyset në afërsitë e një qendre tregtare në Tiranë. Motori përplaset dhunshëm me benzin plagoset rënd 65 vjeçare. Ervin Mata vu në pranga në Brazil. CNN, manjadi shqiptar i kërkuar ndërkombëtarisht u arrestua të shtunën në Ilhabela. Miço, një projekt ligji i ri pritet të ndryshojë jetën e fëmijëve të sëmurë. Ja çfarë parashikon. E pranga në duar, në i rrethuar nga policia, video nga arrestimi i Ervin Matës në Brazil. Kërkohet hetimi plot, Këshilli Shqiptar i Medias dënon ndjekjen e makinës e gazetarit Sami Cura. Daniel Shima figuron çdo ditë më shumë si koka e mafjes së Akshit. Aksidenti rënd në hyrje të tunelit Llogaras, barierat metalike depërtojnë brenda automjetit. Ina Majko prilli i dedikuar romëve, fokus te përfshirja sociale dhe politikat e reja. Erdit te Pelena, krahu i djathtë i Enea Mitrit, në perandorinë e call-centerave, mashtrues. Gjak ftohtë dhe pa maska, detajet e reja nga ekzekutimi Kreshnik e Gentiana Mujec. Apartamenti përfshihet nga zjarri në Elbasan, tymi përhapet në gjithë ndërtesën. Zbulohet foleja e prostitucionit në Myslimshyri. Përfundojnë në pranga 2 shtetase kineze. Aksidenti rënd në Librazh dhe Elbasan, policia jep detajet, humbjetën shoferi kinez. Punimet në aksin kthesa e Bërdicës Ura e Barçallëkut. Ministri Karakaçi kërkon përshpejtim përpara sezonit turistik. Vlora mirëpret turistët në rrugët prishura. Tentoi të fusë drogë në burgun e Durrësit, kapet me doza të fshehura në trup gjatë takimit me të paraburgosur. Video aksident në Librazh, Elbasan, humbjet një person. Baste me celular në mes të Tiranës. U zbulon 3 lokale në Astir dhe kombinat 2 në pranga e 1 në kërkim. Kapen flagrans 2 hajdus serial, zbardhen 3 vjedhje në Saran. Furtun për One Albania, Hungaria bllokoi 16 miliardë euro për 4G, dyshime për faliment. Alarm në Durrës, zhduken pa gjurmë 3 adoleshentë. Njëri me parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërme. Rritet kriminaliteti Instat, 38.345 vepra penale në vitin 2025, 17.4% më shumë se në 2024. Krimet në fushën e drogës të bëjnë kërdin. Foto, këta janë 2 nga autorët e vrasjes së çiftit Mujeci në Ballren, çfarë treguan kamerat e sigurisë. Zbulohet foleja e krimit në Durrës, arrestohen organizatorja dhe 2 kolumbianet. Ish drejtori i Biros Kombëtare të Hetimit merr detyrën e rëndësishme në Policinë e Shtetit. Fotolajmi, ky është 23 vjeçari. Renato Mihillaj, djali i Genc Mihillajt, i vrarë në 2016, i dyshuar si njëri nga autorët e atentatit ndaj çiftit Mujec. Debatet në sallë, avokati Veliet nuk paraqitet, Dado kërkon zëvendësimin me një
tjetër kryesisht dumani kundër kryebashkiakut për transmetim. Instat ulen aksidentet rrugore në 3 mujorin e parë 2026. Aksident në aksin Lush 1 Berat Fordi përplaset me shtyllën 2 plagosur. Zbardhet atentati ndaj çiftit Mujeci në Lezhë, kryepolici Nasufi, vrasja për gjakmarrje, autorët ende në arati. Agrimi i sistemit të spagut i shkreu i burgjeve, Agim Ismaili shkon në GKK. Lamallari prezanton kreun e ri të AMP-s, forconi standardet e integritetit në policinë e shtetit. Intensifikohen hetimet, dyshohet për 4 persona të angazhuar në atentat. Autorët, profesionistë, eksperti i sigurisë analizon atentatin në Lezhë, krim i paramenduar. Hakmarrja që u zhvendos në Shqipëri, saga e krimeve të Memaliet, vrasje, zhdukje, atentatet të dështuara. Dha kontribut të çmuar në fushën e saj, ndahet nga jeta mjeke e njohur në vendin tonë. Dinamika e atentatit në Lezhë, gazetarit çifti u fut në kurth nga 2 makina. U ekzekutua me breshëri plumbash bashkë me gruan. Video nga koha kur Kreshnik Mujeci mbronte banorët e rrjollit. I zhdukur për 6 muaj, zgjendet trupi i pajet një personi në Korçë, dyshimet e para. Vrasja e gjyqtarit Kalaja, gjykata e apelit refuzon zbulsimin e masës së sigurisë për gjë në shkandë. Ndarit e zhvillimit nga politika. Meta ka pamjen e të burgosurit politik, kryemadhi edhe opozitarizmi është biznes, janë më të pasurit. Gjendja shëndetësore e Ilir Metës, Komiteti Shqiptar i Helsinkit refuzon të hajë ushqimin e komandës, nuk ajroset. Kuvendin që vetëm të llovite transmetojnë ish këshilltari i presidentit, Ilir Meta mund të vendoset në Kafaz. Me Metën kam zero komunikim, kryemadhi, ai ka pamjen të burgosurit politik, por sot ishte pushk me fjalimin që ka mbajtur. Shqipëria duhet vendos kriteret të qarta për bashkitë dhe komunat. Xhimali ska ndarjet pa barabartë. E lezi reforma territoriale ishte e suksesshme, por ndarja aktuale nuk garanton shërbim të barabartë. Reforma territoriale po shihet si instrument elektoral. Kambo fokus të zhvillimi i qyteteve të vogla. Mbushkolla e reforma territoriale nuk ndali eksodin, Lezhë dhe Gjirokastra pësuan të kurje drastike. Idiotët e Republikës Maqedonisë Veriut. Nesho, takimi për pajtim që nuk bindi askënd e bëri situatën më qesharake. Berisha, Rama është serbi e kaluar serbëve si dhe si zëdhënës si Putinit. Në 8 maj, opozita do japë mësimin që meriton. Mbledhje e zgjeruar e Partisë Socialiste në fokus negociatat me Bashkimin Evropian dhe muaj i Europës. Kush po mëson Elisa Spiropale? Efter Maliqi ish presidenti përmbahen ka fazë trajtim si për terroristët. Berisha, protesta e 8 majit ka të bëjë me 2 çështje themelore, farsen elektorale dhe mbrojtjen e vjedhjeve nga Edi Rama. Berisha s'jemi i përkushtuar sa duhet, Kryedemokrati pranon gabimet, riorganizim, takime me qytetarë. Standardizimi i statistikave në drejtësi, Gogu, ndodim kohëzgjatin e një çështjeje kur duhet
të ndërhyjë. Gjuha ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut e papranueshme. Bardhi Hoxhës të jap llogarinë në kuvend. Blushi Metan ka fazin e xhantë. Shkelje e Kushtetutës dhe Konventës Europiane të drejtave të njerëzit, as drejtësia shqiptare 35 vite më parë nuk i mbanten kafaz ish funksionarët publik. Ministri Hoxha preti Zet Mexhitin në Tiranë diskutime për gjuhën shqipe dhe pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Feritje thellon skandalin duhet të shkarkohet menjëherë. Këlliçi ai e pranoi fyrjen ndaj shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Shqipëria e fundit në rajon për produktivitetin tabakut 34.000 euro për punonjës, humbet kapitali njerëzor. Rama paralajmëron Spiro Palin, po ndodhi edhe një herë do të skemat si bo përpiqet i pandehuri Plarendreca të zvarisë ancat ndaj Veliajt. Debate mes avokatëve dhe prokurorëve, gjykokor Zon Veliaj dhe shokët e tij që kërkuan ndatën Drecës, kushtet i ka si hotel me 5 yje. Pas Veliajt dhe Metës, edhe Arben Ahmetaj kërkon transmetimin live të procesit gjyqësor ndaj tij. Gjermania mbështet reformat vendimtare për andarësimin në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Metan ka faz Blushi gjykata e Lanës nuk arrin garantoj standardet e 30 viteve më parë. Përfundon mbledhja e Partisë Socialiste, Rama detyra shtëpie deputetëve dhe ministrave. Video Zhuba, paketa e maleve, paketa tjetër simit pronës private. Spak i pashqetësuar nga politika, Braho shqetësim mënyra si e shikon krimi i organizuar, deklaratat e politikanëve. Pas deklaratave që të rënditën mediat, Hoxha do pres në takim me Mexhitin. Pamje zbardhet takimi me zyrtarin e CDU-CSU-s. Berisha, korrupsioni dhe kartelet e drogës rrezikojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Foto, miku në arrest shtëpie i Veliajt Elman Ambulën në gjykoko bashkë me bashkëshorten, burgjet i përgjigjen Spakut. Integrimi i Bashkimit Evropian, Rama mbledh ministrat dhe grupin parlamentar socialist. Video, avokati i acaruar nga gjykata Cagrani, presidentin e mbajnë në kafazin në diktaturë papranueshme. Akuza për shtëpinë dhe ligjin e minierave, kryemadhi një parallë ndërtuar me 3 mesazhe. Qenke bërë intelektual me syze, Monika Kryemadhi mbërin në gjykoko batuta me gazetarët. Foto, video një zgjyqin themel në gjykoko meta fjalim nga kabina e xhantë në sallë. Cila është arsyeja? Klotilda Bushkaj, pandehur në çështjen Veliaj, u takua në dhjetor me antarin e gjykatës së lartë. Berisha pas takimit me zyrtarin e CDU-s do intensifikojnë bashkëpunimin, mashtrimet e Ramës për integrimin kanë marrë fund. Spak zbardh shifrat e 2025-s, mbrahun Këshillin e Lartë Prokurorisë, rriten hetimet për korrupsionin në niveleve të larta, sekuestrohen 45 milion euro pasuri. Video, lojrat me imazhin Spiro Pali shfaqen me taksi në mbledhjen e zgjeruar të grupit të qeverisë. Zyrtari i CDU-s barkon në Tiranë takohet me kryedemokratin Berisha. Raporti vjetor i Spakut, Klodian Braho raporton përpara Këshillit të Lartë Prokurorisë. Balliu dega 16 mbyll me sukses zgjedhjet, po forca e vetme politike ku vendimet merr me votë.
Bëjga vizitë në Boston vlerëson rolin e diasporës dhe marrëdhëniet historike shqiptaro-amerikane. Zhvillohen zgjedhjet në degët e PD-s në Maliqe dhe Kolonjë. Rizgjidhen kryetarët aktual. Gara brenda Partisë Demokratike në Kukës, demokratët zgjedhin Armand Ndemaj si kreun e ri të degës. Në vim lajmin nga rajoni. Zgjedhja e presidentit të Kosovës Haxhiu Sanca do të vazhdojë sot në orën 10. Kosova ende pa një president, 63 vota për kandidatën Elvizia Vetëvendosje, Feride Rushidi, ndërsa opozita bojkotoi votimin. Deputeti i PDK-s Lëvizja Vetëvendosje po tenton të prodhojë artificialisht fajtor të paqen. Emrat: Vetëvendosja propozon 2 kandidatura të reja për president. Nga gapsi vendis mund të mbahet peng nga ata që duan pushtet pa përgjegjësi. Zgjedhja e presidentit në Kosovë, çfarë ndodhi gjatë seancës së jashtëzakonshme. Seanca e jashtëzakonshme konjufsa Kolçaku tërhiqen nga kandidatura për president. Konjufsa akuzon opozitën por shfrytëzon institucionin e presidentit për të rrëzuar qeverinë. Rezultati i zgjedhjeve nuk mjafton vetëm të pranohet. Kurti akuza opozitës por ngatron kompromisin me nënshtrimin. Kurdi nuk u vend dështimin në zgjedhjen e presidentit e dërkon vendin në zgjedhje të reja. Zgjedhja e presidentit të Kosovës Lëvizja Vetëvendosje insiston që opozita të propozoj emra për president. Pa u di për zgjedhjen e presidentit, Deutsche Welle, Kosova është në prag të zgjedhjeve të reja. Presidenti në Ungërç, Kasolli, nuk ka përpjekje reale për presidentin, por garë për t'ia lënë fajin tjetrit. Skandal në Selanik. Oficeri i policisë arrestohet pasi tentoi të abuzonte të arrestuarën gjatë shoqërimit ndrejt burgut. Kosova kujton personat e zhdukur nga lufta. Diskutimet në kuvend, Kosova ratifikon marrëveshjen me Shqipërinë për Prishtina 2030. Provurohet zyra e Ministrisë së Bujqësisë në veri të Kosovës, kurdi diskriminimit i ka ardhur fundi. Sherr mes 2 shqiptarëve në Prishtinë vihen në pranga. Lidhja Demokratike e Kosovës e propozoi Vjosa Osmanin për presidente, Vetëvendosja nuk e vlerëson si propozim serioz. Konsumi naftës në kufit e Maqedonisë trefishohet, 200.000 litra në ditë blihen nga shqiptarët. Ekipi i Forcës Sigurisë Kosovës në Gaza për koordinimin e aktiviteteve të dislokimit. Naim Murseli u dënua me burkim të përjetshëm. Flet vëllai i Liridona Ademajt, femicidi duhet të marrë fund. Vjosa Osmani, president e Lëvizja Vetëvendosjes, si kthen përgjigje LDK-s, PDK nuk e mbështet në kuvend. Eron Mitrovic fosh janë bien liçenin akumulues. Athina mbytet nga turistët, Kryebashkiaku ne nuk jemi një hotel gjikant. Shumë zhvillime nga bota. Trump duket i kujdesshëm ndaj propozimit të Iranit për ngushticën e Hormuzit. Trump për ABC shkarkoi me njëherë Jimmy Kimmelin. Analiza Deutsche Welles pse shtetet kanë frikë të taksojnë ultrat pasurit. Punon vetëm 2 herë në vit dhe fiton 40.000 euro njëuni me profesionin më të rrezikshëm në botë. Cole Thomas Allen del në gjykat pas sulmit ndarkën e gazetarëve në White House Correspondents Association Dinner 2026. Irani po i poshtëron Shtetet e Bashkuara. Kancelari gjerman Merz Teherani shumë i aftë për të mos bërë negociata, por kjo nuk shkon. Hezbollah refuzon negociatat me Izraelin, vetëm kushtet plota për armëpushim mund të hapin rrugën e dialogut. Irani dhe Rusia forcojnë qëndrimet
Vladimir Putin jep mbështetje për Teheranin. Rrezikoni të mbyteshin në det, roja bregdetare franceze shpëton 106 emigrantë. Incidenti rrezikshëm në kanalin e Lamanshit, 106 persona nxiren gjallë nga mjeti i dëmtuar. Arin zgjohet nga gjumi letargjik, ndërsa Japonia përgatitet për një val të re sulmesh. Rubio, Irani kërkon marrëveshje me Shtetet e Bashkuara për bisedimet varen nga armët përthamore. Bllokimi i pjesëshëm në Hormuz, vetëm 7 ani arrin kalojnë. Belgjika si një portë e re për emigrantët drejt Britanisë së Madhe. OKB paralajmëron krizë globale ushqimore. Bllokimi i ngushticës rrezikon miliona njerëz. Tragjedia erore në Sudanin e Jugut, avioni i vogël rrëzohet pranë Jubës, nuk ka të mbijetuar. Melania Trump kërkon ndërhyrjen e ABC-s. Pas shakas të Jimmy Kimmel, sulmi ndarkën e gazetarëve të shtëpisë së bardhë hetimet për autorin Cole Thomas Allen. Rusia kundërpërgjigjet BE-s, zyrtarët e deputetëve evropianë në listën e ZES votën 341.000 euro, duke grabitur në bankomatët në Spanjë. 8 shqiptarë rrezikojnë 55 vite burg. Aksident në Piombino përmbyset kamioni zjarr fikseve. Zbulime të reja nga skandali Epstein. Autoritetet në New Mexico zgjerojnë hetimet për fermën Zora Ranch. Kriza në Hormuz, 20.000 marinarë bllokuar mes luftës dhe pasigurisë detare. Von der Leyen, sankcionet ndaj Iranit nuk hiqen pa ndryshime thelbësore. Të shtëna gjatë dargës në Washington, performuesi tregon momentin kur u përball sy në sy me Donald Trump. Teherani hap derën për dialog. Agashi konfirmon shqyrtimin e kërkesës amerikane. Shkeli ndalimin e rikthimit në Itali dhe u gjet me armë banesa, arrestohet shqiptari 51 vjeçar. Dhe në fund lajmi nga sporti, superiore Elbasani rëmben kreun vllaznis në javën e 33 verde blut fitojnë 3-1. Bilen një kërkim të një sulmuesi edhe Gonçalo Ramos në listën e Iglitares. Steven Gerrard përmendet si kandidat për drejtuar Armando Broin të skuadrën e Burnley. Kaosi në botën e arbitrimit, kush është Dino Tomasi, pasuesi i Gianluca Rockit. Dino Tomasi morë drejtuesi përkohshëm i arbitrave në Serie A dhe B. Julian Alvarez flet për zërat me Barcelonën, fokus vetëm tek Atletico Madrid. Anthony Joshua përballë Christian Prengës në 25 korrik në Riyadh, duel me shumë pikpyetje. McFarlane e rikthen Chelsea te fitoria, tani ndihemi lehtësuar, kaq mund të them. Loren Tolaj drejt ankandit veror pas sezonit fantastik në Ligën 1. Shoshaj rikthehet në mod. Marcus Thuram nderon historinë e Interit. Federico Di Marco thyen rekord me asiste. Manchester United përgatitet për një katarsis me çanta në dorë, nëse një duzin largimesh. Militari pa fat do të kryejë një operacion në Finland dhe do të humbasë botërore. Havertz me probleme muskulore, shqetësim të Arsenali, Kupa e Botës është në prag. Luis Enrique para sfidës ndaj Bayern Munich, asnjë ekip nuk është më i mirë se Yni. Trazirat në derbi Tirana Partizani arrestohen 3 tifoz. Sezoni me më shumë humbje në historinë e Atletikos dëmton Valverde. Manchester United drejt një vere me ndryshime ronjësore, humbje financiare dhe kërkimi i ringjalljes. Kampioni i Kroacisë Dinamo Zagrebit, Jarbër Hoxhës, u shpall kampion për herë të 36 në histori. Fotoalbumi Legjendat e Interit, Toldo dhe Samuel takim me tifozët në maraton në Tiranë. Video skandal në Spanjë, portieri godet me kusht kundërshtari rrezikon pezullim të rëndë.
Incidenti rënë në Turqi, tifozës sulmojnë ashpër bokserin rus pas fitores. Për sot këto lajmet e zhvillimet kryesore të orëve të fundit që i gjeni më me detaje në oranews.tv, shkëputemi për pak publicitet dhe vime njëherë komunikojmë me ju. Dhe kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:30 minuta. Jemi në pjesën e parë të komunikimit të drejtë për drejtë me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008, numrat përhershëm që i keni në ekranet tuaja, por që ne i përsërisim në vazhdimisht gjatë emisionit për një pjesë që ndoshta ka pak më të vështirë për t'i informuar. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj të martët të datës 28 prill. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e parë. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në datën vitit në marrë telefon për pensionet e Shqipërisë. Po. Të marrë dhe një përgjigje të lutem. Më thuaj për çfarë rasti, për që ke aplikuar në Itali? Në Itali kam aplikuar për pensionet. Vetëm duhet prist të nderuar sepse do të dalë. Nuk ka asnjë problem në kuptimin e dosjes apo procedurës, por thjesht janë vonesa të tilla të natyrshme që bëhen. Duhet të pristi dhe mos bëni asnjë veprim tjetër. E sa un kam 8 muaj. E di që ke 8 muaj, prandaj kemi pyetur se po të kishit pak kohë, nuk do kishim pyetur, por do të vi përgjigja dhe efekti i pensionit do të jetë nga momenti kur ke bërë aplikimin. Kështu që pa merak fare. Faleminderit. Asgjë, të lutem. Edhe për ju, faleminderit shumë për telefonatën. Një javë të mbarë po ashtu. Bukur, e kemi nisur komunikimin, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Kisha një problem për certifikatën e shtëpisë. Të kam marrë ka një 10 muaj në korrik më duket. Kush jeni? Dhe unë jam Bardhosh Davudi. Ku ma ke nisur dokumentin? Ta kam nis dokumentin, ke sqaruar deri në padrenin, më ke ndihmuar shumë jashmase, po të them një gjë tjetër. Që mi kërkoj i pagova pas e ke noteri për të trija certifikata, hartën dhe kartelën. Bukur. Tashi mu më dërgon, hipoteka më dërgon vetëm hartën edhe kartelën. Tani thot do të bësh edhe një tjetër, thot AV 0. Po, bëj AV 0. Herë tjetër. Përse do ta bëj prapun atë? Po ç'lidhje ka ai është një akt verifikimi. AV0 do thot akt verifikimi. E ka, ja kam çuar për herë të trija bashk. Si të treja? Të dyja, më fal, edhe atë L3-shin edhe këtë tjetrën. Po pra, po fakti që të ka po L3-shi është aplikim tjetër, AV0 është tjetër. Po pra pe çova të dyja për herë. Kur ta ka kërkuar ta? I pagova legët. Po është pa lekë ajo, i dashur. Po bëje këtë AV0 sa është pa pagesë. Nuk ka pagesë, prandaj është 0, prandaj quhet 0, sepse është akt verifikimi. Dakor. Më kupton? Pra ti nuk do bësh edhe një aplikim nga e para, që është me pagesë. Po. Por ajo quhet, po ta vësh re, është AV0. Më kupton? Ka atë 0 nga pas. Pra është akt verifikimi pa pagesë, më kupton? Rosh, faleminderit. Se mbaj mend, tani u kujtova për rastin tënd. Rosh, më kanë ndihmuar jashmase. Po s'ka problem. Jam i lumtur që të ka dalë deri tani. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. T'jeni mirë. Faleminderit shumë. Shkojmë tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Gruaja del në pension 1 qershor, mosh 62. Po? Kur do të aplikojt në Albania? Po në korrik apliko. Më kupton? Dhe e keqja fare pastaj mjafton që aplikimi të bëhet brenda vitit. Nuk ka problem. Se një muaj më përpara, se një muaj më pas, nuk është asnjë. Se edhe sot mund ta aplikosh, më kupton? Nuk ka asnjë problem. Kur ta keni ju përmbar? Faleminderit. Mirë. Por që zakonisht kështu një muaj përpara aplikohet. Aplikon në korrik. Përpara, me 1 qershor që del të aplikoj tani. Kur të doni, nuk ka asnjë problemi. Edhe pas, edhe në korrik po të aplikoj dhe në gusht dhe në shtator dhe në tetor njësoj është. Nuk prish punë, po nuk ka kaluar viti. Më kupton? Vendoseni ju një moment kur të jeni gati edhe bëjeni aplikimin. Faleminderit. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Kemi në linjë? Okej, mirë. Në 7:33 minuta, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Ajo zonja nga Kruja jam, më the do t'japi përgjigje të hanën për rishqyrtimin e pensionit e në përshtetën. Si e keni emrin zonjë? Prandera Halili. Një sekund, Prandera. Po nuk më mërzita dje. Nuk të mërzita dje, thash po të pyes sot.
Ku jemi? Një sekond, mos u largot, lutem. Faleminderit. Pra Vera Xheladin Halili. Po. Në 2020 kur ke bërë, po, e kam më ka sjell. Pension. Ma ka sjell drejtoresha dje. Po. Përgjigjen dhe thot. Në përgjigje të kërkesës suaj me numër kaq dhe aq, ju bëjmë dije se ju shprehni se nuk jeni dakord me masën e pensionit. Mbështetur në vjetërsinë e punës që ju keni deklaruar, e gjithë vjetërsia juaj është marrë në llogaritje. Bazuar në periudhën tuaj të sigurimit dhe pozicioneve të punës që keni punuar, ju rezultoni me 36 vite e 6 muaj dhe me masë pensioni 19.627 lekë, që do thotë 196.027 lekë. Dhe e para kjo. Dhe më thot drejtoria e Durrësit, kjo është përgjigja e vjetër dhe njësoj do t'i shkojë dhe përgjigja e re që ke bërë aktualisht. Pra nuk ka ndryshim të pensionit të dashur. Nuk ka ndryshim. Pensioni juaj është llogaritur sakt në bazë të viteve që keni. Mirë, faleminderit. Të lutem. Ditë marr, mirupafshim. Mirë, dëgjofshim, faleminderit shumë për telefonatën. Edhe për ju, edhe për ju. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Desha të bëj një pyetje, unë jam një invalid pune, i 97-ës. Po. Mi vëdashi moshën 65 vjeç për pension. Desha të di, do të bëj një dokumentun, apo se unë duhet vazhdoj me pension e invaliditetit. Po. Sot me fare me këtë pensionin. Okej, s'ka asnjë problem. Okej, nëse ke vendosur kështu, ti thjesht do vazhdosh dhe asgjë tjetër. Do dalësh edhe një herë në komision që të jetë e përhershme dhe mos kesh më punë me dokumentet, por kur do thrasin nga institucioni. Po i preshëm jam, ose kam gjithë të vite, që jam i preshëm. Po këtë ju thash pra. Do dalësh edhe një herë që të certifikosh. Pra është formale kjo, nuk është se do të ndodhë ndonjë gjë. Te sigurimet shoqërore, por kur të thrasin ata? Do më thrasin ato kur të moshën. Po, patjetër. Dakor? Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit e ty. Bukur, presim tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Urdhëro. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, alo. Zonjë, më dëgjon nga telefoni. Po, të ndëgjoj. Po ule zërin e televizorit. Kam dalë në pension. Ule zonjë. Ule televizorin, ule. E ula. Ule se se ke ulur. E kam ullur. Po. Kam dalë në pension në fund 2024. Kam punu 15 vjetë në kooperativë dhe më kanë dalë vetëm 7 vite. Dhe më ka dilë pensioni pjesëshëm për këta unë e tia kisha. Si do të veproj? Vetëm me gjysh ato që nuk të njeh, zonjë? Vetëm me gjysh? Po. Kur ke dalë në pension? Si s'kina mundësi me pagu gjyshjet. I kina punu 15 vjetë. E di e dashur, por kanë humbur dokumentet. Ka shku emri që ka fillu në ketë ashtu dhe ka marrum në 92-shin, por nuk futen vitet. Vetëm me gjyqe dashur, nuk është se i shpëton dot asaj. Ti kur ke dalë në pension? Dhjetor 2024. Ke dalë përpara se të miratoj ligji për ish kooperativat, por edhe sikur prap nga mosha 18 vjeç do të llogaritesh. Po si më vetëm me gjyq, nuk ka ne. Jo, nuk ka një tjetër. Se më ka gel pensioni gjyq për kam punu dhe son po marr si vitet e kooperativës duhet humin kur. Se s'kina pushu një ditë, e di dhe aty ka ndodhur më shumë probleme. Te ato vite, me thënë të drejtë. Vetëm për ata vite na vje keq se i na lot shumë. E marr me mend, s'keni dhe faj, por ja. E dishim se pensioni del tamam dhe nuk llogaritën tjetër gjë, le që s'kishim mundësi me pagu kur kina punu 47 vjet dhe del pensioni pjesë. Pse pjesë? Me sa vite ke dalë në pension? Kam dalë me 34 vite. Ke dalë me 34, duheshin më shumë në 2024. 8 vite nuk më janë shkruajt. E dija se kishëm 42 vite të regjistruar. Vetëm me gjyq. Po, vetëm me gjyq e dashur. Nuk ka si gjë, s'kam ku drejtohem, në aplikim ku unë janë ai gjë. Nuk ka, jo, absolutisht jo. E kalofsh mirë shumë, faleminderit. Edhe ti, faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Urdhëro. Një problem ditë me parente. Urdhëro. Minutat shumë të sëmbume dhe nuk e kuptova. Po ma thuaj tani kemi goxha kohë në dispozicion. Që kam dhënë një numër telefoni me 103 në fund. Për çfarë? Kam një mik timin në Greqi. Si? Kam një mik timin në Greqi, mirë po pensionin e merr në Shqipëri.
Edhe tani ka mbi 5 muaj që nuk ja japin pensionin, se është ndru personi që ka dhënë pensionin. Edhe thot nuk të takon. Si mund të zgjidhim? Ku banon personi që duhet ta marrë aty? Është në Greqi. Në? Në Greqi. Jo, në Shqipëri ku e ka atë që merr pensionin? Në merr në Borrell. Po më more para ca ditësh. Po të këmë ditë në prente. Po, pra. Lash një numër telefoni. Sa ishte numri në fund the? Po sa? Sa ishte numri në fund? 103. 103. Po personi si e ka emrin? Fitim Barqi. Po shiko, kur i thonë 5 muaj, do më thonë e ka marrë personi që e ka shpërndar më herët edhe nuk. E ka shpërndar dikush tjetër, tani është ndërru. Pra një sekundë, nga sigurime shoqërore ka dalë si pagesë apo jo? Po pagesa ka dalë, po nuk e japin punues. Kush e ka marrë, përfaqësuesi i postës? Jo, unë kam pas një mik timin që e ka marrë edhe vetë fëmia i fitimit. Vite e merrte këtu 1-2 muaj, 3 muaj, varet si do t'i vinte koha për të ardhur edhe. Po e ka marrë ai atëherë. Ndërsa tani që ai që ka pas marrë dikur ka dalë nga puna. Pra edhe një sekond, personi nuk ka marrë pagesë nga momenti kur ka dalë ky personi që ja çonte nga puna? Po. Mendova se s'ja ka çuar ky personi ato të mëparshme. Jo, i ka çuar të gjitha ato që ka marrë. Po pse s'ka po çoni dikë për t'i marrë, mo? Po nuk pranojnë ato punojnë tani thot. Nuk e dim. Nuk e di se si mund ta zgjidh këtë problem. Të lëshoj një prokur online personin që është nga Greqia, e bën në Albania dhe të ngarkoj dikë për ta marrë pensionin dhe e merr nga muajt e kaluar. Me bo online nga Greqia. Po, nga Greqia në Albania. E bën ai atje edhe autorizon juve për shembull ose ai të doj për t'ia tërhequr si pension. Të kuptoj shumë pas. Po gjithsesi aty është pensioni, deri në 3 vjet nuk tu humbet, aty e ke. E di, e kuptova, po them që për çështje vonese që po thua mos jam vone, mos një javë është shumë me gjitha me radhë, nuk kupton? Mora atë pjesën e ekstremit. Por që thuaj ta bëj. Të bëj kërkesë i Albania që nga Greqia. Po, i nderuar. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë dhe punë. Gjithë të mirat edhe për juve. Mirë. Kujt tjetër, mirëmëngjes. Ajo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na shqivi që ka të mbihemin të afani atë, me numër 572 në fund. Ka dalë e përgjigja? O zonjë. Kur do? Nuk je në zyrën e kodjun këtu. Të ludhem, qetësohu pak. Kush je? Më që pa ta mori herë pa to lekët të vdekje. Mirë zonjë. Ti jesh mirë. Shko me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Keni. Unë bëgtu me detyrim për caktim. Po zonjë. Alo. Ule zërin e televizorit të lutem. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, po të lutem më dëgjon nga telefoni dhe ule zërin e televizorit. Po, Flodi. E ula fare tani. Po. Flodi, kam folur një herë para 2-3 muajsh me ju për një 2 vite 2006-2007 që nuk më janë llogaritur në pensionin tim. Po, ku ke punuar? Kam punuar e vetë punësuar. Po? Dhe më ka ardhur përgjigja që nuk janë konfirmuar nga Lundra, drejtoria e Lundrës. Atëherë zonjë, ju keni pasur 2 vite që keni qenë vetë punësuar apo jo? Po. 2006-2007. Ke mandatet? Mandatet si kam unë. Është problema jo, se në atë kohë ka ndodhur goxha probleme dashur, dhe pse cila është arsyeja që nuk ta njohin si periudhë, thon? I kam në librezë të vullosura. Mandatet nuk i keni? Jo. Me çfarë arsye nuk të njihen sipas institucionit? Duheshin listë pagesa që unë i bëra, i kalova në tatimet. Ato i njohën. Jo, aktualisht zonjë. Pra ti ke shkuar dhe të kanë thonë që kjo nuk bëhet sepse? Cila është arsyeja? Flisni, lutem. Shtarguar. Shko me tjetër, mirëmëngjes. Jam një zonjë nga Fieri. Po zonjë.
kemi bërë dokumentat e shtesës, kemi bërë një shtesë 14 metër këtu në Fier, dhe i bëm dokumentat që në 2000-shin, i bëm atëherë dhe u ndalua sepse nuk ishte çmimi i tokës. Edhe tani vjen koha, domethënë që atëherë na kam thënë që erdhi ajo çmimi i tokës, tani vajtëm atje, ata më nxorën ato të era Albenës, kam harxuar lekë të dynjas dhe nuk po gjej derma. Çfarë të nxorën, në çfarë faze jeni? I shkruajtëm për herë të parë, na thanë që i ke dokumentat të dy bluara, domethënë unë edhe ky që është lart. Se ne kështu i bëm atëherë se do paguanim tokën. Zonja, edhe një herë. Tani kam vajtur në bashki, kam marrë ato dokumentat vetëm për emrin e burrit tim, për të marrë certifikat. Tani mua më nxjerrin lloj gjërash. Më thanë njerëz po bëri levimin. E dashur, një sekondë, se më ngatron dhe mua nuk më duhen gjitha këto detaje. Urdhra. Ke aplikuar dhe deri sot cila ka qenë përgjigjja e fundit që keni marrë? Përgjigjja e fundit që kam marrë thotë që juve duhet i bëni prapë me të dy veta. Ky burri këtu s'ka ardhur o vlla. Ky zero se ka vdekur. A mi sill do dokumentet që ke të lutem? Urdhra? Mi sill do dokumentet që ke në mënyrë që ta shoh vetë. Po me si ti sjell? Ti sjell me në këtë adresën që është aty poshtë në ekran. Unë ja kam bërë era Albanias dhe më ka kthyer përgjigje që duhet e ke me dy emra, nuk duhet ta bëjmë. Po, bëj ndryshe. Si ta bëj? Ti i ke bërë vetë të dokumenta apo me noter, zonjë? Jo, i kemi bërë që atëherë ne Që atëherë kujt i referohesh? Në 2000-shin. Oho, po jo, zonjë. Duhet të shkosh te një notere dashur në mënyrë që të orientoj se si bëhet. Ka 2000 deri sot janë. Po më thuaj. Unë fola edhe një herë me juve. Edhe atëherë më thatë që i ke mirë, po vetëm E dashur, unë nuk ju mbaj mund nga zëri asnjërin prej jush. Dhe nëse më bëni kështu kujt se unë po flas tani dhe kam folur më herët, nëse të kam dhënë këtë një sekond, e dashur, një sekond, të lutem. Jo, një sekond se ti po më nxjerr keq mua tani. Urdhra. Nëse të kam dhënë atë përgjigje, do kem parë dokumentet. Nëse më ke nisur dokumentet, thuaj ti kam nisur dhe ku, që ti shoh prap. Ku mi ke nisur? Unë të thash që më ka prur një përgjigje Era Albania. O zonjë, Era Albania është kompani fluturimi. Ty përgjigjen ta ka sjell i Albania. Po. Atëherë, po. Një sekond, po jo tani se u more me këtë gjë. Jo, dakor, po këtë e di që thua kam. Zonjë, edhe një herë. Nuk jemi për kuice, jemi për sinqeritet këtu. Në rast se unë të kam dhënë një përgjigje diku që nuk e mbaj mend çfarë përgjigje se nga zëri, nuk identifikoj dot problemin me personin. Duhet kem parë ndonjë dokument që të kam dhënë atë përgjigje. Ti më ke nisur dokument atëherë kur të kam dhënë këtë përgjigje apo jo? Jo, nuk tuni. Po ta kam thënë unë pastaj që e ke në rregull. Si mund të them është në rregull? Nga viti 2000 deri sot e dashur kanë kaluar 26 vite. Vajta në bashki e mora nga... Po, e more, po duhet ta aplikosh pastaj, pasi e more. Po, aplikova. Po, ma sill dokumentin në aplikimit. Po, unë e aplikova e qova në bashki atë. Po, më jep edhe mua një dokument aplikimi o shpirt, që ta shoh, të pyes dhe të them. E qova te Albania pra atë, dhe ajo më ktheu përgjigje. E ke me 2 emra. Boje me 1. Urdhra? E ke me 2 emra, boje me 1, ka thonë. Po si duhet veproj unë? Shko te noteri më shpirt, të ta sqaroj ai. Te noteri, ha? Po, ta sqaroj ai procedurën se si bëhet, meqense mua nuk do të më nisësh dokument. Po, ti nisun. Po këtë pra më thuaj. Te kjo adresa poshtë ekranit. Thuaj dikujt të ndihmoj dhe mi nis aty. Mirë. Faleminderit. Asgjë. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Faleminderit. Mirë, do të dalemi në mesazh. Do lexoj diçka shumë të rëndësishme. Shpresoj që të na premtoj koha për sa i përket pensioneve private, për atë po flasim, për fondin Sigal, për pensionet private, për domosdoshmërinë e krijimit nga ana juaj të pensionit. Dhe pse nuk paguhen kontributet dhe pse pensionistët vazhdojnë që të punojnë. E keni dëgjuar shpesh edhe në emision që
Shumë pensionistë ta marrin telefon dhe thonë që jam në moshë pensioni, po dua të vazhdoj. Tani nuk është ndonjë dëshirë e madhe që ata të vazhdojnë punojnë edhe pas moshës pensionit, por e kanë domosdoshmëri në kushtet kur pensioni është fare i ulët dhe thonë që hajde se po punojmë edhe pak vite në mënyrë që të shtojmë qoftë edhe vitet, por të marrim edhe pak më shumë lek nga rroga. Dhe Shqipëria duhet të ndryshojë filozofinë e pensioneve, kjo është një fakt që nuk tjetërsohet, diçka po lëviz kohët e fundit patjetër. Një nga pyetjet më të rëndësishme ekonomike sot është kjo që do të lexoj pak më poshtë. Pse shumë njerëz shmangin kontribute dhe pse shumë pensionistë vazhdojnë të punojnë? Dhe përgjigjja është e thjeshtë sepse incentiva nuk ekziston. Në kuptimin e plotë të fjalës, dhe njerëzit paguajnë në momente të caktuara kur u leverdis, kur mund të marrin ndonjë kredi për shtëpi që qoftë mund të futen edhe efektivisht në për punëra të ndryshme, por në Europë dhe Shtetet e Bashkuara përdoren modele moderne, si kundër është në fakt Europa dhe Shtetet e Bashkuara, ku shteti shton bonus mbi kursimet pensionale, punëdhënësi shton kontribut, taksat ulen, fondet investohen, profesionalisht qytetari sheh llogarinë e tij në kohë reale. Dhe çfarë krijon kjo në terma konkret? Asgjë më shumë, asgjë më pak se sa besim. Dhe filozofia është e thjeshtë, nëse qytetari sheh që 100 euro bën 130 me bonus dhe kthim, paguan patjetër me dëshirë, sepse thotë unë po paguaj, po siguroj veten, por kjo pagesë më kthehet e shtuar. Pra unë nuk marr një të vlerë, se ç'kuptim do kishte pastaj, po e mbajmë në shtëpi. Dhe pensionistët prapë vazhdojnë punojnë sepse kemi një hendek që është goxha i madh. Cili është ky hendek, do thoni ju? Paga aktive 2500 euro, po themi, po marrim një shembull për ta kuptuar, dhe pensioni 400 euro. A nuk është kjo absurde? Pra ti të paguash 2500 euro dhe të marrësh 400 euro pension, dhe nuk besoj që ndokush me këtë pagë, qoftë në moshë pensionit, të thotë unë po dal në pension. Po jo, se ti s'dosh 2500 euro për të marrë 400 euro pension. Dhe ka kështu plot raste që bëjnë diçka të tillë. Dhe çfarë ndodh pastaj? Bllokon pozicionet për të rinjt, ekonomia plagët, sepse nëse pensionisti vazhdon të punon, sigurisht që humbet një vend pune për një të ri që ndoshta është shkolluar dhe ka të gjithë formimin. Dhe çfarë duhet bëjë Shqipëria? Reforma 1 është bonus kombëtar për kontributet. Kush kontribon 1000 euro në vit, shteti shton edhe 100 euro. Shumë e thjeshtë. Dhe e dyta është punëdhënësit të ketë stimul, kontributet për punojësit dhe 100% si shpenzim, dhe së treti pension total objektiv 80% e pagës së fundit, reforma 4 auto enrollment, dhe punojësi futet automatikisht në skem, por ka të drejtë dalje. E thash gjithë të mesazh për të bërë një lloj kombinimi të mënyrës së të kuptuarit të kësaj skeme, kësaj mënyre funksionimi, si për pensionistët, si për ata që janë në moshë pune sot, në mënyrë që këto janë format, pra disa prej tyre. Është edhe tjetra që ti vetë sigurohesh në bazë të një formule që është ideale dhe është 100% në favor të konsumatorit ose atij që kontribuon. Në një moshë të caktuar, ti nis kontributin sot për 20 vitet e ardhshme dhe merr shumë herë më tepër sa ke kontribuar në këto 20 vite të ardhshme. Kjo është ajo se çfarë të ofron pensioni privat, e ku më mirë se sa në kompaninë lider në tregun shqiptar, si kundër Sigal, Unica Group Austria, që e falenderojmë për këtë super mundësi. Faleminderit Sigal. Kontaktoni ai numri aty poshtë, është vetëm numri i kompanisë Sigale, nuk jemi ne aty. Kështu që mos na ngatroni. Faleminderit edhe një herë Sigal për mundësinë që i ke dhënë tregut shqiptar. Nuk e di nëse kemi kohë për telefonatë, po vazhdojmë me mesazhin. Oso, bravo. Oso është për dhimbjet e kockave dhe të nyjeve, është një suport që një mbështetje e madhe që u vjen në ndihmë patjetër atyre të cilët prej kohësh ose së fundi kanë vënë re një problematik caktuar me mos funksionimi si duhet kockave dhe nyjeve për shkak të punës, për shkak të qëndrimit në orë të gjata në një pozicion caktuar si pasojë punës që bëjnë dhe gjithçka tjetër. Megjithatë, rëndësi ka arsye, rëndësi ka zgjidhja, e cila është një dhe vetme. Oso, një preparat që është prodhuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian dhe me ingredientët më të mirë që funksionojnë në uljen e dhimbjeve patjetër dhe në rekuperime në rast se ka pasur humbje si pasojë moskurimit në kohë të këtij problemi. Përdoreni dhe do na kujtoni, publicitet vijnë pas pak. Ne themi në studio në pjesën e tretë të programit ora 8 fix, vijon komunikimi drejt për drejt me ju, kemi telefonat në linjë. Akoma jo. Presim neve, nuk na kanë pritur për pak sekonda. Për telefonuesit e tjerë të kësaj pjese të tretë deri në 8:50 minuta, si zakonisht nga hëna në të premte, edhe për
takimin e kësaj të martës të datës 28 prill 2026. Ju presim në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008 për të vijuar komunikimin që ka nisur si zakonisht prej orës 7:30 edhe për ditën e sotme. 62 është për gratë akoma, pyet një person për dalja në moshën për pension për gratë për këtë vit, ndërsa vitet maksimale 39 e 4 muaj mos gaboj, po. Ose 8. Gjithsesi, kemi telefonat apo jo? Pse kështu? Okej. Bukur. Mirë, ju presim në 068 99 00008 068 60 54 639 edhe në këtë pjesë të tretë të programit ora juaj për ditën e sotme në 82 minuta për të vazhduar me komunikim deri në 8:50. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Me Klodin? Po. Përshëndetje. Kisha nevojë për një informacion. Po. Për problemin e këtyne nana me shumë fëmijë. Mosha e daljes në pension e di që është ba 55, për fëmijë, sa fëmijë ka zonja? Zoja ka 5 fëmijë. 6 fëmijë duan. Po, një pyetje tjetër, lidhje me këtë. Mua më kanë dhe kjo 2 fëmijë, 2 vjeç, 1 vjeç edhe 1 linje. Po? Si është kjo? Jo, sepse duhet të jenë rritur deri në moshën 8 vjeç që të quhen fëmijë. Në kuptimin e për çështjen e pensionit. Si e pa drejt, po më duket, po me gjithashtu. E di që është e pa drejt i dashur, por faleminderit për informacionin. Ligjërisht kështu është. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Në ditë mbar, shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Po, desha të lidhja pak me Klodin. Po, Klodja, vetëm u leni zërin e televizorit, zoj. Okej. Po. Dëgjoj, burri im ka dalë në pension në vitin 2016, mos gaboja, edhe doli me kështu të pjeshën, dhe me thënë 62 vjeç. Po. Kështu ishte atëre. Po vitet I kishte të plota. Edhe nuk pati rritje pensioni. Tani të rritje që u bë. Atëre, të shpjegoj. Burri kur ka dalë në pension? Në 2016, jo 16, 18. 18. Me sa vite punë? Po kishte atëherë ai. Do të më thuash saktë se ka pasur. Ja, një sekondë. S'ka problem. Andrea, sa vite punë kishe ti kur dole në pension? Jo 37, jo 30. Sa ka dalë, jo sa kishte, po sa ka dalë. Sa I ka njohur? Si? Sa vite I ka njohur? Pra ti mund të kesh, do të thonë me llogarit tona ne mund t'i bëjmë vite dhe na dalin kaq, por kur them me sa vite ka dalë, me sa vite janë njohur nga sigurime shoqërore. Po për atë kuptoj. Sa ka? Po ju doli ai në 37. Tani burri nuk thot ashtu, zonjë, se unë dëgjova, pse thua 37? Po pra, dëgjove. Tash mban mend sa të ashtu ti se unë atëherë ky me vitet I kishte të plota kur kemi bërë. Dashur, me sa vite ka dalë në pension? Shumë mirë, domethënë ka dalë me vite të plota. Po ai thot jo, tani ti thua po. Po mban mend sa vite ke pas? Të drejtën. Në atë kohë janë dashur 36 vite 4 muaj për të konsideruar pensioni plot. Po, I ka patur 36. Po ti kishte patur. Po, ja, me bindje të plot, bile prandaj doli dhe atëherë doli para kohë. Po
po ti kishte pasur, do kishte marrë 18.000 lekë në rast se ka pensionin nën 400. Sa e ka pensionin, zotëria? Jo, 240. Po e ka të... 220. E dashur, po dëgjoj pak, kjo zgjidhet për brenda pak ditëve. Nëse ju jeni të bindur, nëse jeni të bindur që ka pasur 36 vite e 4 muaj, që është pragu kaq duhet maksimalisht, futuni një Albania që tani për rishqyrtim pensioni dhe bëni kërkesë për rishqyrtim pensioni në mënyrë që t'ju kaloj 18.000 lekë që janari deri sot. Në rast se ka të pjesshëm nuk i takon sepse ka mbi 220. Ku banoni ju sot? Në Durrës. Në Durrës do ta zgjidhni. Me pension pjesshëm ka dalë ai. Nëse ka të pjesshëm. Do të para kohë 62 Edhe një herë, pensioni pjesshëm nuk është pensioni para kohë. Pensioni pjesshëm është në bazë të viteve. Çfarë moshe ka burri sot? I bie ti 68 vjeç. Jo, 71. Po me që më the ka dalë në atë kohë 62 vjeç, a ka dalë 62 vjeç? Po 62, 9 vjet përpara. 9 vjet përpara. Ne jemi 26 si i bien, 17 i bien, po. 17 i bien. Po nuk është 70 sa vjeç tani? 71. Oh. 55. Se aq i bie? Po 8 vjet kanë kaluar, 2018-2026. 70. Atëre i bi ka në 17 të të dalë, kështu i bien. Dëgjoj pak zonjë. Kur plotësoj 65 vjeç, bëri ndonjë ndryshim pension? Jo, 65 jo, nuk kemi bërë gjë, me këto kemi ndenjë. E po do jeti pjesë mos e. Ma thuaj emrin se ta zgjidhun. Po. Andrea Kreko. Andrea Kreko. Kreko, babaj? Spiro. Ju keni pyetur apo jo? No? Keni pyetur për këto shtesat? Po, bëm në fakt, vajta kësi. Çfarë do thanë? Na thanë për një rishqyrtim, po na kanë kthyer gjë përgjigje. A e ke bër? E kemi bërë rishqyrtimin, po s'na kanë kthyer përgjigje. Kur e ke bër? Po që në shkurt, domethënë që kur dolën këto që pam që nuk mor shtesa. E kuptova. Ku jemi? Dakor. Nesër maksimumi do të kthej përgjigje. Okej. Dakor? Faleminderit ju për telefonat. Nga ora 7:30 besoj do ta them emrin edhe besoj do. Dakor? Dhe thush vet pa të marrë telefon apo do të marrë? Po, do ta them vet. Ti po duash më s'ka gjë fare. Okej. Mirë. Rosh, shumë faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shkojmë tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Ti keni qenë? Mirë, si jeti? Klodi, mund të ndihmoni, më kam një problem. Kam ngrinë dhe herë tjetër me ju. Kam ba një kërkesë për certifikat pronësie. Në 12/11/2023. 2023. Po. Dhe pasi shumë ngretje që këtu ka disa këtë punëtor të bashkisë, punojës të bashkisë, 3/2 të 2026. Dhe asë një përgjigje fare. Si ka mundësi? Më ke sjell dokument aplikimi apo jo? Parin, po, atë që kam pagesë parin. Jo pagesë, dashur. Ne na duhet dokument që vërteton se ke aplikuar, jo që ke paguar. Po, hajde ka puke, dytën jo. Tash se pas përgjigje sa duhet. Ku ma ke sjell të parën? Ku ma ke sjell që ta shoh? Ka po baguri tana. Jo kur. Ku? Në Instagram. Me çfarë emri që ta shoh? Albert Çipi. Ka disa muje, edhe unë shkoa prapë ka disa këto dhe në banë dhe paketën. Arben? Albert. Një sekund. Ka disa kohë. Para vitit të ri. Po në shoh. Një moment. Ti aplikimin e fundit kur e ke bërë, Albert? Të fundit ka pas 3/2. Të shkurtit tani? Të shkurtit tani, sepse ti më ke sjellë vetëm aplikimin e 2023-shit. Ajo para, dhe se kanë thënë duhet bëri pagesë tjetër, e banda pagesën tjetër, po pse s'ma nisa do të shkurtit atëherë?
Sepse ty të paska ardhur përgjigje atëherë. Atëherë po, pra ti s'më ke njoftuar. Edhe bana ke dytën tash. Ma nis të dytën që ke bërë aplikim Albert dhe ta ndjekim. Për sa kohë kanë dhënë kohë që do ta japin? Brenda 15 ditëve përgjigjen. Do 3 shkurt, domethënë. Ka kaluar, duhet ta kishe marrë përgjigjen. Parece que fazia atë bebina. Jo, s'ka lidhje. Ma dërgo aplikimin që ke bërë dhe pa problem fare. Rosh, faleminderit. Asgjë, faleminderit edhe ty për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Gjesi Kadir. Mirëmëngjes. Jam një qytetare e Tiranës. Po? Kur doli kjo VKM-ja e oborreve, doli në janar. Po? Ne kemi bërë një aplikim, se ne si ndërtesë shtëpinë e kemi, po s'kemi marrë oborrin nga jashtë, që është ajo për oborret. Po, e di. Ka kemë pronë shtetërore dhe jemi në aty. Ke aplikuar, bukur. Kemi aplikuar dhe s'kemi marrë një lloj përgjigje, që në janare kemi bërë aplikim. Më nisi dokument. Ku ke aplikuar, ku ndodhet prona? Tek Bulevardi i Ri. Në Tiranë, pra? Po, në Tiranë. Më nisi dokument aplikimin dhe ta ndjekim. Një dokument aplikimi më duhet dhe ta ndjekim. Të duhet një dokumenti që vërteton se ke bërë aplikimin. Që e kam bërë aplikimin, në rregull. Ta japim çik më vonë se tani se kam. S'ka gjë, pastaj kur të mundesh. Mirë, faleminderit. Mirë, faleminderit juve. Presim tjetër, mirëmëngjes. Po deni nga sa është mundo? Alo, po? Flas me Klodi. Klodia. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një i moshuar, 76 vjeçar. Po? Jetoj vetëm. Gruaja më ka ndroi jetë, mi nuk kam. Kërkoj një shërbise në drejt toge 50.000 lekë të reja në muaj. Po. Nëse dikuj i intereson telefonoja, unë mund në adha një numër telefoni, nga së nështë mundur. Po, lërë numërin telefonit, pa tjetër. 068 550 Po? 9510. Thua edhe njërë. 068 Dora 0 Po? 9510. Nën 50. E the gabim duket. 950. Dhe më hënë 550 është e funit. 2 nënta 10. 910. Jo, një nëntë, të lutën, një nëntë. Po pra 068 550. Po, 95. 95. 950. A, e kuptova. Falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty. Shpresojmë. Presim telefonat tjetër. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si kaluat? Mirë, si jeni ju? Kam një problem. Po? Që bëra këto dokumentat e pensione. Dhe të kooperativës më nxorën nga viti, unë jam 61, nga viti 1978. Po? Kur llogaritjen e kam bërë nga 1979, e ka lënë 1978. Atëherë kam qenë 17 vjeçur. Si bëhet? Ku ke punuar në atë kohë? Kooperativë. Po, ndoshta ka pasur, shiko, ti ku ke dalë në pension? S'kam dalë akoma, po më kthyen përgjigje. Po sepse ndoshta jap se ta kanë kthyer, mendoj unë, po nuk e di zyrtarisht sepse duhet pyes. Po. Ndoshta ta kanë kthyer kështu sepse nuk llogaritën se ka pasur probleme në ish kooperativ dhe është futur ligji i ri që një nga mosha 18 vjeç. Dgjoj, më doli më një herë ajo mua, e kooperativave. Edhe një herë. Po prapë më thua të është një orë nga mosha 18 vjeç. E kanë nxjerrë ata 78, e ka marrë letrën unë. Po çka kërkon atë? 1978 kam patur 221 ditë si i kanë këto. Edhe 279 ka patur 236. Po. Pastaj ka patur më shumë, nuk e di si mblidhen këto. Nuk po të kuptoj fare zoti, atë është njohur apo nuk të është njohur tani?
Në përfundim nuk më shnjohur. Ç'do më thonë në përfundim? Ma kanë kthyer. A ke dalë në pension ti që thua në përfundim? Jo, po përfundimi ai është kur del në pension. Më dhanë fletën e dytë dhe nuk i plotson të gjitha ato, ke 14 vite e 2 muaj. Po, sepse ka pasur vite që janë të paplotësuara me ditë dhe mbledhja pastaj është bërë në këto 14 vite. Po, në fletën e dytë që më kanë quar, mua se vajta tek njëri që punoj privat këta që i llogarisin ato, futen në Albania. Dhe në listën në fletën e dytë që më dha ajo, mi kanë filluar në datë nga 1979, kur kanë mbush 18, e kanë lënë 78-ën. Shikon, kjo nuk shikohet tani, kjo shikohet kur të aplikosh për pensionin tash. Po, kam aplikuar unë. Po. Dhe më kthyen përgjigje që edhe është ajo që thash pak më herët pra. Ndoshta s'do jetë bërë dot verifikimi, pensioni të doli? Po jo, se duhen edhe 10 muaj thon. Si 10 muaj? Për të ashtu të ka ardhur përgjigja. Po, më erdhi përgjigja 14 je llogaritur me ligjin e ri ndëruar. Dhe i ka njohur nga mosha 18 vjeç kooperativën mbulsore. Jo se kam dëgjuar aty tek juve respekt për mirë kuptimin, po kur nuk janë dokumentat ishin të rregullta. Atëre bëni kërkesë për rishqyrtim pastaj. Ku jeni? Ku e keni bërë aplikimin? Ku banoni? Këtu në Tiranë jam kombinat. Çfarë ke bërë pasi të erdhi përgjigja deri sot? Asgjë, dije vajta e mora se në fillim ma refuzuan fare pa përgjigje. Vajta prap e mori ajo, e kemi gatëruar me një dosje tjetër. E sigurt që je trajtuar me ligjin e ri nderuar, që ligji i ri i nje nga mosha 18 vjeç vitet në kooperativë. Po thash me që ishin dokumentat se ma kthyen atë të parën, na kooperativa më erdhi brenda 15 dite nga Gjirokastra. E kuptova. Je trajtuar me ligjin e ri nderuar, kështu që do paguash minimumi 10 muaj. Kështu. Faleminderit shumë. Kalosh mirë, gjithë mirë. Edhe ty, shkoj me tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Jam një të parakoshë, edhe tani në 16 qershor moshë për pensionin. A do të aplikoj për para apo s'ka problem? Kur e ke bërë moshën? Në 16 qershor e bëj. Po, mund të aplikosh kur të duash, vetëm mos kaloj viti dhe sepse ka problem pastaj, në kuptimin që s'të llogaritet ajo periudhë që ka kaluar, por kur të duash ti. Si? Nuk të dëgjoj, të dëgjoj me shumë ndërprerje. Dhe një herë lutem. Nëse unë për shembull regjistrohem në punë, a më lejohet me punu? Për shembull pension pleqërie, të parakoshëm nuk. Po, të lejohet të punosh? Po. Patjetër. Të lejohet. Po siguracionet? Siguracionet të llogariten të njihen në rast se nuk e merr pensionin. Po merr dhe pensionin dhe jo do më marr pensionin edhe rrogën nuk të njihet pastaj ajo. Periudha e siguracionit. Shumë faleminderit. Të lutem. Edhe ty faleminderit. Para se të shkojmë tjetër, do të ndalemi edhe një herë flasim për pensionet private. Dijes, ja u shpjeguam pak më herët se çfarë do të bëjë Shqipëria dhe ata të cilët merren çdo ditë me këtë gjë e dinë, kanë sugjeruar. Dhe diçka po fillon të lëviz në kuptimin e lehtësimit të kësaj bare. Së pari për qytetarët të cilët e vuajnë më shumë, sepse ju jeni dëshmitar të një shumicë të konsiderueshme. Madje dhe zotria, ja sapo na pyeti, fiks tani, tha, mund të punoj unë pas moshës pensionit se dua t'i marr të dyja, tha. Dhe po, patjetër që po, por ideja është pse duhet punoj një pensionist? Pse duhet ta shtyj kohën e daljes në pension ose pse duhet të zërë një vend pune në kushtet kur po të marrim në konsiderat një fakt që nuk është, pensioni ti ishte i lartë. Pra me një pagesë shumë të mirë, ti ke një pension pastaj që nuk është as sa 1/4 asaj, apo 1/5 asaj vlere të rrogës që ke. Dhe kjo të bën të detyron, dhe të vjen natyrshëm pastaj dëshira ose sforcoja për të vazhduar punën, dhe duke hequr kështu mundësi një të riu që mund ta kishte zënë fare mira të vend pune. Nëse do të kishim aplikimin të mënyrave dhe formulave të ndryshme në mas të gjerë të pensioneve në Shqipëri, atë do të kishim tjetër qasje.
e cila është, ne ndërtojmë sot pensionin dhe nuk kemi pse ta shtyjmë moshën për të dalë në pension dhe s'kemi pse të punojmë në një kohë kur duhet të argëtohemi me niprit dhe mbesat tona. Dhe nëse ne investojmë në pensionin privat, investimi në pensionin privat është afatgjat, është i sigurt, nuk humbet kurrë, është i trashëgueshëm dhe ti gjithmonë në çdo rast merr më shumë nga sa ke kontribuar. A ndodh kjo në sigurimin shoqëror në shtet? Jo. Nuk ndodh, sepse ti mund të punosh 40 vite për të marrë të pensionin e plot dhe për 40 vite nëse i bën llogarisë sa ke kontribuar, sigurisht që nuk do t'i marrësh ato lek asnjëherë. Për shkak të jetëgjatësisë, për shkak të kohës gjatë apo dhe shumës financiare të lartë kontribuar dhe ti nuk e merr dot asnjëherë atë. Ndërsa në pensionin privat po e merr, sepse edhe nëse nuk e merr drejt për drejt ti e merr fëmia, e merr trashëgimtari, pra është pensioni trashëgueshëm. Ti mund t'i bësh një dhuratë fantastike një qoftë një të afërmi, por edhe fëmijës tënd, duke i kontribuar me 2, me 3 euro, 1 euro në ditë. E kuptoni se sa pak është për t'i dhënë një pasuri të vërtet fëmijës tuaj në moshën 18 vjeç dhe një lehtësi vetes tënde për të përballuar shpenzimet që në atë kohë dhe në atë moshë janë goxha të konsiderueshme. Hitini syt nga pensioni privat. Është një mundësi ideale sot përpara se gjërat të shtrëngohen edhe më tepër duke u kthyer jo në favorin ton, sepse aktualisht janë 100% në favorin ton. Ty të shtohet çdo qindar ke investuar për efekt pensioni privat. Hapi një llogari bankare sot për pension privat në fondin Sigal dhe siguro paranë tënde, para jote do të punoj për ty në mënyrë të drejtë për drejtë fjalës, sepse shtohet çdo ditë më shumë duke kontrolluar edhe ti vetë përmes aplikacionit përkatës në celularin tënd. Faleminderit edhe një herë Sigal. E po ashtu falenderojmë edhe Oson për që ka ardhur në Shqipëri, është krijuar posaçërisht për ata të cilët kanë probleme me kockat. Me nyjet është një ilaç i këndshëm edhe për tu parë dhe lehtësisht i përcjellshëm. Ja ku është Oso. Nëse ju keni probleme me kockat, pini 1 ose 2 në ditë si kjo, në varësi të intensitetit të dhimbjes që keni, dhe jo vetëm largon dhimbjet, por po ashtu edhe rekuperon atë pjesë që ndoshta mund të jetë humbur për shkak se ti e ke neglizhuar dhe ke thënë hajde se kalon sot, kalon nesër, por jo, një problematikë që shtohet dita ditës, nuk ka se si të kaloj pa një ndërhyrje, rastin konkret pa ndërhyrjen e Osos për kockat dhe nyjet. Kthehemi pas pak në minutat e fundit. Ne kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit në 8:30 minuta. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni. Duhet ju bëja një pyetje me lidhur me një djesë publike. Po. Të djesat publike kur është prona e shtetit dhe dikush e ka shfrytzuar prej shumë vitesh dhe ka bërë shpenzime, është një arsye për mosmarrje me qira apo në mënyra të tjera? Si arsye mosmarrje me qira? Është arsye për të përdorur dhe për të vazhduar nga ju? Po unë duhet ta vazhdoj. Po djesa publike doli dikush kundra. Edhe tani janë me pretendime që thonë ti nuk e meriton atë pronë se është komuniteti. Shko, këtë nuk e vendos një opinion, as një qytetari, as një grupi qytetarësh aty, por e vendos ligji. Më kupton që do thotë në rast se ti ke një kohë të caktuar që e përdor, ty të lindet drejta për ta përvetësuar në kuptimin ligjor të fjalës dhe të lindet drejta që nëse ajo është një tokë shtet, të lindet drejta edhe për ta bler. Ajo është një tokë shtet, unë kam mbi 30 vjet që e shfrytëzoj, unë kam bërë kërkesa të vazhdueshme për ta marrë me qiratën. Unë kam aplikuar dhe kam shpenzuar me lekët e mia që ajo pronë është regjistruar në emër të shtetit, me lekët e mia, me shpenzimet e mia, me firmën time, dhe në fund fare më thanë që u bë një djesë publike, doli dikush kundra dhe tha që ti nuk e meriton. S'ka lidhje. Ti ke bërë, domethënë, veprime konkrete për ta marrë këtë dhe çfarë? Unë kam mbi 30 vjet që e shfrytëzoj atë pronë. E kuptova. Jo, ke bërë veprime konkrete për ta bërë me certifikat pronësie, për ta marrë tënde këtë? Po, dhe nëse po, është në emër të bashkisë. Dhe nëse po, me dakord. Më nis në një dokument që edhe unë të kem një pasqyrë të përgjithshme të asaj se çfarë ndodh aty dhe të pyes institucionin pastaj. Okej. Faleminderit. Te ky numër. Te adresa poshtë numrave. Okej, faleminderit. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Mirupafshim. Mirë dëgjofshim, presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Mirëmëngjes. Të lutem zonjë, ule zërin e televizorit dhe më dëgjoj vetëm nga telefoni. Alo. Alo. Po. Dua të pyes për këtë energjinë elektrike për pensionistët.
më përpara nuk e kuptonte dot motra se nuk e harxonte. Tani e harxon se nuk përdor dot gatin. Është shumë e pleqëruar. Edhe do që ashtu, do që ta aplikoj për të marrë. Po. Sa është ai kufiri? Ajo 200 kW. Lekë harxon tani. 200 kW zonjë. Po ku ta aplikoj te Irzbenja? Po mund ta bësh edhe aty, mund ta bësh te sigurime shoqërore. Edhe te sigurime mund ta bëj. Po. Mirë. Nëse është kjo pjesa e kalimit të fashës, patjetër që kalon. Po, ajo ka një 6 muaj tani e ka ashtu. Tani të aplikoj, s'ka rëndësi fare, është fiks në kohë. Aha. Dakor? Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Klodi, unë të kam shkruar në Instagram, të kam marrë në telefon para një muaj e gjysmë për një rast një zonjë nga Cerriku. Po. Që i ka nejtur kempin e njërit nga djemt. Më thej që jam duke interesuar. Dhe jam interesuar dhe nuk kam marrë përgjigje, nuk e di pse. Arsyen kam shkruar 2 herë në institucion. Më bëre mirë që më more që se unë kap një takim sot për t'ja u komunikuar edhe një herë. Kështu që po e shënoj, nuk kam marrë përgjigje, më thënë të drejtën. Përgjigja e vetëm që more ishte që po e shohim, po e verifikojmë. Po e verifikojmë. Kështu e torturojnë edhe zonjën. Vjetun e kam ndjekur vetë, kam shoqëruar në ca zyra dhe përcjellin, por zonja është shumë në rregull. Është dhe shkolluar dhe aftë. Fëmijët ka me probleme. Dhe e trajtojnë sikur është dhe ajo, dhe e përcjellin shumë keq. Kërkojnë ndjes, por jo për faj në kuptimin. Do mundojmë të marrë një përgjigje të saktë. Edhe pse jam munduar 2 herë. Flasim prapë aty. Në Instagram. Falenderoj. Falenderoj edhe unë ty. Ja po rimbaj shënim. Faleminderit. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Jam një zonjë nga Lushnja, Merita Kaloti. Kam dalë pension. Po? Dhe e mora të fillim, 120 ka dalë, po vjetësi nuk i kam tamam. Më kanë lënë 20 vjet e 3 muaj, unë kurse me të njëjtë kam 26 vjet. Bëra rishqyrtim pensionive, s'ka këtë përgjigje akoma, tani e mora pensionin e parë. Tani e mora pensionin e parë? Po. Po, duhet kishe marrë më herët? Po, ku është problemi pra atyre? Po, nuk kam dhënë vjetësit, më mungojnë 6 vjet. 6 vite ku ke punuar, cilat mungojnë? Te bashkia, 5 vjet. Pse nuk njihen? Nuk e di. Kam bërë një rishqyrtim pensioni, thot ajo nga funi maj. Shohim sa të dali, thot ajo. Kur e bëra kërkesën për rishqyrtim pensioni? Po, nga data 20, se atëre vajta pyeta për pensionin, më dha. 20 prill? Jo, maj. Majnë e 2025-ës? Po. Po si, në maj bëre kërkesë për rishqyrtim pensioni dhe tani s'të ka dalë akoma? Më fal. Në prill mora pensionin e parë, se pyeta se ajo. Po pra, kërkesën për Zonjë, kërkesën për rishqyrtim kur e bëre? Sa mora pensionin? Po pra kur o shpirt tani kur? Po se maj mand si data. Po në muaj ma thuaj, s'ka gjë. Në cilin muaj? Prill. Në prill? Po, tani. Prill të këtij viti? Po, këtë viti. Po, atëre ta presim, dëgjoj pak si do procedojmë. Orda. Të presim edhe kërkesën për llogaritje pensioni. Po. Në varësi të përgjigjes na merr prapë. Po, rraf shënderit. Dakor, sepse nëse ti e ke bërë këtë lëvizje, s'kemi pse pyesim kot pastaj. Po, rraf shënderit. Ndaj them ta presim edhe të shohim. Dakor? Mirupafshim, po. Faleminderit për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Vajta një javë kredi me zi. Edhe kafe nuk ta lën ka pish, ka le tjera. Çfarë u bë? Edhe kafe na fal që nuk ta lën të ta pish me. Po mirë se nuk jam në shtëpi, kështu që. Mirë, po ti do të nuk të lëm have tona, Ka problem fare, s'ka problem, më thuaj. Përshëndetje një herë për emisionin. Shumë faleminderit. Se jemi bërë prokuror, avokat, të gjitha, domethënë se më mësuan aty ja. Okej, më vjen mirë. Dgjoj, e para unë jam një shoqëruese një fëmijë të sëmurë. Mbi 25 vjet. Vajzën e kam 37, po që them shoqërimin. Edhe që dëgjuam sa fjala aty gjoja do jetë të sigurim
Është thënë, deri tani nuk është se ka një vendim konkret për ta njohur, por që mund të them që sa kohë është thënë, besoj do jetë e afërt dita kur të llogaritet, sepse nuk ka sens, ëh, domethënë thuaj se njëta kategori, një pjesë e njihet, një pjesë nuk i njihet. Dhe kjo nuk është as pak korrekte, sepse tek e fundit përgjegjësia dhe lodhja është për të gjithë njësoj. Për shkak se nuk më lejohet mua të vetem punë, nuk më lejohet me sikur të mendimin ata në punë, unë dhe shoqëria nuk e lëdo. Sakt. Shteti ma ka dhënë këtë shoqëri mua. Shteti le të më japë siguracionet. Shumë e vërtet. Besoj që do rregullohet. E dyta. Po? Tani dhe sikur në qoftë se nuk marr shoqërimin, në fund të këtij viti unë dal në pension në moshën 62 vjeçe. Do shtyhet me muaj 62 në fund të vjetorit mbushu. Në fund të këtij vjetorit të 2026-s. Po fiks 62 del. Del 62. Tani, vajta e pagova pak para një 2-3 muaj pagova në 1.200.000. Me të vjetra, e kupton? E qartë qartë. Që të plotësoja 15 vjetë. Siç është rregulli. Se aty na sot dalin këtu nëse ashtu, po lere se si është kjo punë mirë. Tani, vajti pyeti prap burri dhe i thanë, jo, në sistem është edhe mosha 16, 17, 18. Po të dëgjoj dhe tyja dhe ditë. Na 18 e lartë, po për këta që janë sistem, përse mos të quhen? Për këta që janë në? Në sistem. Çfarë nuk i është quajtur? Mua, për shemb, unë i kam në sistem vitet e punës që në moshën 16, 17, 18 e me radhë. Ku në ish kooperativ? Po. Po shiko varet nëse kanë ekzistuar disa pagesat borderote asaj kohe apo jo. Nëse janë të sakta, ty të llogaritet që nga ajo moshë. Po. Patjetër që po. Madje edhe nga mosha 14 vjeç llogaritet. Edhe një herë shpjegoma. Më falë, që të vëllona. Nëse vërtetohet me dokumentacionin e kohës, pra me disë pagesat në borderot që ti e ke bërë atë punë në moshën 16 vjeçe, patjetër që të llogaritet. Në të kundërt, pastaj llogaritet nga mosha 18 vjeç sipas ligjit të ri. Jo, janë në sistem të gjitha dhe vitet e punës e më të tash. Dhe tani për të plotësuar 15 vite, unë pagova 1 milion e sa, aq sa më dushë. Në rregull, super mirë ke bërë. Domethënë nuk duhet të paguaj më. Nëse i ke 15 vite nuk duhet paguash më. Po, faleminderit shumë. Po, patjetër, sepse 15 vite është minimalja që fillon dhe merr pension. Se unë herë se në librit e ngërëndollin ashtë fillojmë edhe mbarojmë. Jo, më mirë jo, herë tjetër. E po jave unë herë se s'kam do kolla. Kuptoj. Qofshi mirë dashur, faleminderit shumë për telefonatën. Shumë faleminderit. Asgjë. Presim tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Për pensionin kam diçka. Gruaja më ka dalë pension në 25 maj 62-shit. Fillimisht i doli 186, tani ka vadër 122. Me të shtetat. Po jo, 186 dhe i shkojnë 122, ka ardhur me rënje. 200 pa. 222, okej. S'ka gjë jo. 222. Dhe shkruan pleqërit e plot. Po, mund të shkruaj ashtu, po edhe mund mos jetë. Më thuaj kur ka dalë në pension zonja? Me 25 maj 2022-shit. Bukur, 2022-shit. Me sa vite punë ka dalë? 161. Me sa vite punë ka dalë? Më duket se me 37, 36 e ca nuk. Atëre, më dëgjoj pak i dashur. Në vitin 2022, periudha maksimale e viteve që duheshin për të quajtur pensioni plot është 37 vite 8 muaj. Nëse ka më pak se sa kaq, e ka pension të pjesshëm dhe nëse pagesën e ka mbi 220.000 lekë sot, nuk e përfiton shtesën nga jena. Po, e ka të pjesshëm dhe prandaj nuk e ka përfituar. Faleminderit. Pra, në 2022-shin dhe njëherë janë dashur 37 vite e 8 muaj. Nëse zonja ka dalë me kaq dhe i ka dhe s'ka marrë shtesën. 6 muaj më duket se ka. Qoftë edhe me 1 muaj apo 1 javë ajo të penalizon pastaj. Aq ka dalë. Kështu. Ju faleminderit, respekt. Edhe unë ju falenderoj shumë. Telefonata, mirëmëngjes. Alo. Urdhëro. Kush jeni ju? Po kush jeni juve? Unë jam nga Gramshi. Unë jam nga Tirana. Jetoj në Tiranë. Po mirë, po më telefon për Urdhë jam Klodi, zotëri, bëj shaka. Urdhë? Po për ndaj Klodi mua. Urdhë? Unë po marrë Klodin, se s'më dhejlej. Klodi jam unë, po pse pyet kush je pastaj?
Unë jam Tomasani nga Seniku Gramsh. Më thuaj, jam Klodi, pra Klodi po flet. Po, ka bërë shtit aplikimin që 2014, prill 2014. Është me dalë akoma. Më të cilë dokumenti që ke aplikuar? Ku banon, në Gramsh? Më cilë dokumentin e aplikimit dhe ta ndjekim. Dakord. Faleminderit ty për telefonatën. Shko me tjetër, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Unë jam... Ule zërin e televizorit të lutem. Po, më falë për këtë, këtë drejtë. Unë jetoj në qytetin e Firit, kam punuar në Zotik për 22 vjet dhe kam qenë selator me patent atje dhe rrogën e kisha 8700. Punova 22 vjetë 2 muaj dhe në 92-shin edhe më doli pensioni 94.000 para 6 vjetës, se kam dalë në moshën 65 vjeç, e kupton? Do më thënë 2020, ndala në 4 janar 2020. Tani mirë këta pushtetarët tanë, që nga Partia Socialiste e Nanës dhe Berishës, i prishën të gjitha si bolshevikët në revolucionin e tetorit, por nuk në dhe në skopi qenë, bërë një, do më thënë një, si të themun, se vata dhe të këj institut e sigurimi shkëqërore, në tha, doli me formulë pensioni. Zotri më jep formulën, më sqaro formulën. Dashka dhe formulë ti më tha muaj? Po mirë, më sqaro, zotri, më sqaro. Se më doli kaq pak, me 22 vjet e 2 muaj, deri në punë tetorit. Kam filluar 3 shtator 7 jetës. Lek koeficienti nuk na e dhanë, se ne punuam në uzinë kimike, këta kënë turp, këta hajdutët. Por tani na dorë dhe pensionet më tulta. Ishe salator në kohën e komunizmit, në kohën të partisë punës, më dilja në moshën 55 vjeç. Si profesori vështirë, e kupton? Po. Dersa këta miratos na i dhanë, se u morën vetëm me ushtri dhe me ata mitë e tyre që kishin, mitë e tyre, por në nëzorën pensionin 94.000 është turp. Sa i ke sot pension? E ishim grupi A, në uzinë kimike. Sa i ke sot pension? Sot më duket e kam 131.000 më duket, në bas 6 vjetësh. Shumë pak. E kupton, edhe këta ti zotri bën atë të tetorit të 17-ës në Rusi që bën bolshevikët, prishën e kuruda, prishën fabrikat, bën të gjitha gjërat i rrapshuan, si bën bolshevikët atje, në 17-ën. Dhe tani na dalin duam pushtet, nuk ikin nga pushtetit këtë. Se këtë popull këtu janë të ndarë, Partia Socialiste e Partia Demokratike, nuk shikojnë gjetin, edhe ata zotikasi, të bëjë thirrje gjitha zotikasi, të mblidhen të bëjnë një peticionet, protestojnë para kuvendit. Kënë turp këta deputet e Fierit, që na vjen ajo zonja Balluku këtu, edhe nuk dëgjon asnjëri, bëjnë takim vetëm me njerëz të zgjedhur. Na duhet politika neri tash. Kurdo? Ne jemi për hallë këtu, pastaj politika. Po jo, po politika i ka bërë gjitha këto. I ka bërë gjitha politika. Se ma kërkon mua, po them. E kupton? Jo, me tyja jam shumë i kënaqur, si janë gjithë, jam shumë i kënaqur me dhe. Po themi, se po futëm pastaj në këto çështjet e majtas e djathas, njerëzit i din vetë se si votojnë e se si bojnë, i pëlqen këta i votojnë, si pëlqen këta si votojnë, dhe kështu shkon kjo punë. Pra du të zgjohet ndërgjigja kolektive, vështirë. Mirëmëngjes, telefonata ndoshta e fundit. Alo, mirëmëngjes. Urdhë. Jam një pensionist, kam dalë me 23-shin, dhe kam dalë me vite pune, dhe vite kemp, e plot. Kishe 24 vjet me gjithë kemp, me gjithë ato vite, po aqsa një. Pensionim si quhet i plot, apo i pjesë? Po shiko, kur ke dalë në pension? Me 23-shin. Në 2023-shin, ta shpjegoj unë fikse se si quhet. Në 2023-shin me sa vite punë ke dalë? Vite punë kishe 18, kurse pjesën tjetër kishe kempi i pjesëshëm. Sa të llogarit kempi? Po, kaq më dha pension, të quhet i pjesëshëm i nderuar, sepse në 2023-shin periudha maksimale për të quajtur pensioni plot ka qenë 38 vite. Kështu që ti e ke të pjesëshëm. Faleminderit. Mirë, faleminderit dhe ju për telefonatën.
Presim tjetër e kemi edhe një të fundit besoj në linjë. Alo, përshëndetje. Nuk e kemi? Po mi presim pak. 068 99 00 008 068 60 54 639. Kemi edhe 1 minutë e pak kohë. Alo. Alo. Alo, Klode, në një gjatë. Përshëndetje ma. Desha të pyes. Më ka vdekur daja me 8 tani prill. Edhe shkoj për të tërhequr pensionin, na thonë që nuk të takon. Pse? Është vërtet? Nuk e di. Edhe njërë, pensionin e kujt do të marrësh? Dëgjo, daja, më ka vdek, pa ato fëmijët kanë shku edhe nuk o ka dhënë pensionin, i ka thonë nuk të takon. Pse? Mi po, dita e vdekjes është data 8. E këti muaj, kam kupton. I takon 8 ditë. I takon të marrin 8 ditë, Po. Nuk ja japin. Në shëngjergjë është. Po çfarë i thonë? Se japin. Nuk të takon, i kam thonë. Jo, pre. Ose mos ndoshta i ka marrë. Jo, nuk janë marrë. Se pensioni shpërndahet në fillim të muajit. Mos ndoshta i ka marrë dhe s'ka çfarë i takon, madje do t'i mbahen pastaj nëse ka marrë. Ai është me kështu, ka qenë kështu i shtrirë, edhe ka pas prokur djali. Edhe ka shku ta marri mas vdekjes, ka shku. Si e ka emrin i ndjeri? Hisen Muça. Kush? Hisen Muça. Ups. Hisen? Babaj? Si a di? Një minutë. Gjyshi jot i bie. Po, gjyshi. Nga ana e nënës. Sabri. Okej, falenderoj zonjë. Faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që u bët pjesë e programit për sot. Ne ritakohemi gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision. Kaloni bukur.